Një aksident I rënd me pasojë vdekjen e një 35 vjeçari ndodhi mëngjesin në kësaj të martë rreth orës 7 në aksin Vlorë Orikun pranë fshatit të Radhim. Në aksident janë përfshirë 3 automjete, një furgon Benz, një BMW dhe një Seat. Fillimisht është përplasur mjeti tip BMW I 35 vjeçarit me furgonin dhe më pas në aksident u përfshi edhe makina tjetër. Si pasojë përplasjes së fortë, humbi jetën drejtuesi I mjetit BMW Flamur Cabello, I cili udhëtonte në drejtimin Orikun Vlorë. Ai mbeti I bllokuar brenda automjetit për shkak të dëmtimeve të rënda dhe deformimit të makinës nga përplasja, ndërkohë që fatkeqësisht humbi jetën në vendngjarje. Nga aksidenti kanë mbetur të plagosur lehtë 3 pasagjerë me shtetësi egjiptiane, të cilët ndodheshin në mjetin tip Benz. Ata janë transportuar drejt spitalit për ndihmë mjekësore, ndërkohë që pak minuta pas përplasjes automjetet janë përfshirë nga flakët, ndërsa shoferi I automjetit Seat nuk ka pësuar dëmtime. Dyshohet se shkak është bërë një parakalim I gabuar I makinës Benz dhe shpejtësia, ndërsa nga testi I alkoolit të 2 drejtuesit kanë rezultuar negativ. Megjithatë, policia vijon të hetojë të gjitha rrethanat e ngjarjes për zbardhjen e plotë të saj.